Ndërsa afrohet data 1 janar, është momenti I duhur të ndalini për pak dhe të reflektoni mbi vitin që po lini pas. Të mendoni për situatat apo ngjarjet që ju kanë rënduar mendjen dhe zemrën. Ky reflektim nuk është për t'u fajsuar, por për të rifituar kontrollin e vetes dhe për të nisur vitin e ri më qetë. Për ta filluar vitin e ri me këmbë të mbar, hapi I parë është të çliroheni nga ndjenjat e fajit. Lëreni pas të shkuarën, falini veten dhe hapni rrugë për energji të reja, sepse çdo fillim I ri kërkon një mendje të pastër. Sipas traditave të ndryshme, edhe ushqimi I natës së vitit të ri ka simbolikën e vet për fat dhe mbarësi. Thjerrzat konsiderohen simboli I bollëkut dhe stabilitetit financiar. Prandaj shumë familje I konsumojnë për të tërhequr pasuri gjatë vitit të ri. Shega dhe rrushi lidhen me fatin, begatin dhe shumësi të mirash. Peshku simbolizon rrjedhën e lirë të jetës dhe përparim pa pengesa, ndërsa mjalti dhe ëmbëlsirat përfaqësojnë një vit të ëmbël, me më shumë gëzim dhe dashuri. Në disa kultura, buka ose kulaçi konsiderohen shenjë sigurie dhe stabiliteti financiar, ndërsa frutat e thata simbolizojnë qëndrueshmërinë dhe forcë përballë sfidave familjare. Por, mbi të gjitha, fati më I madh është mënyra se si e nisni vitin. Vendosni qëllime të pastra, mendoni pozitivisht dhe rrethojeni veten me njerëz që ju japin energji të mirë, sepse ushqimi sjell simbol, por besimi dhe qëndrimi juaj sjell ndryshimin e vërtetë. Niseni vitin e ri me shpresë, qetësi dhe zemër të hapur dhe lëreni fatin t'ju gjejë gati.